Të nderuar miq, në fund të kësaj jave, siç e kemi bërë tashmë tradit, do të flasim për ngjarjet kryesore, do t'i analizojmë me të ftuarin ton, mikun e emisionit ton, Zotin Pali. Zotin Pali, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësi si gjithnjë. Kënaqësia e imja, faleminderit shumë ju. Zotin Pali, do ta nisim nga Kosova, ku fiks pas një jave do kemi zgjedhje. Do kemi zgjedhje, por të të gjitha gjatave nuk do kemi zgjedhje për kapërcimin e krizës. Edhe unë ashtu mendoj, nuk do kemi zgjidhje në kuptimin e krijimit të institucioneve. Arsyeja pse mbahen zgjedhjet është krijimi i institucioneve apo jo. Kemi problemin e presidentit, sipas Kushtetutës Kosovës tashmë dihet, duhen 2/3 të jenë prezent, pra edhe deputet. Është dizajnuar ashtu që partitë të merren vesh mes veti, sepse nuk ka gjasa në këtë ambient që cila do partiti fitoj 60 mbi 60% të votave për të patur deputet mjaftueshëm për ta plotësuar kushtin. Pra, partia në fjalë të ketë të paktën 70 deputet dhe deputet të komuniteteve jo shumic të cilët nuk i takojnë komunitetit serb. Pra, deputetet e komuniteteve tjera, si që janë Turqit, si që janë Romët, Goranët, Ashkalit, Egjiptësit e tjere. Dhe si që e tham ashtu disa herë tashmë, kjo veç është betonuar, mënyra se si ka fillu fushata nuk jep shumë shpresa që pas zgjedhjeve partitë të ulen dhe të merren vesh për se si ta zgjedhin presidentin. Gjasat që do njëra partiti fitoj mbi 60% ashtu si që po aludohet disa për vetëvendosjen, dyshoj shumë që do të arrihet ajo për shumë arsye, spari nga aspektin matematikor nuk ka brum, si që them ashtu ta përdori, sepse edhe numri i votuesve do të jetë më i vogël se krahasuar se herave tjera, gjykuar nga ajo se çfarë po deklarohen qytetarët e Kosovës. Janë mërzit, kjo gjuha që po përdoret në fushat është shumë irrituese për ta, këto fymjet, shamjet, akuzat. Po Kurti prap duket sikur e ka kursyer Osmanin. Kurti nuk e di se çdo konfrontim me Osmanin, personi që do të dëmtohet më së shumti është ai, andaj e injoron me plot të drejtë. Megjithatë Osmani nuk do të ndalet sipas mendimit tim, ajo do të vazhdojë sepse ka personale dhe kur mirën gjërat personale kështu bëhen. Pra këtë javë që është e fundit prisni që të ketë akoma deklarata më të forta nga Osmani. Absolut, mbas edhe me intensitet më të shtuar, sepse tashti është fushata, janë takimet me qytetarët, dhe aty, si thuash, 24 orë janë me mediat, janë me opinionin dhe natyrisht se do t'jetë edhe më, si them, agresive, për mos thënë arrogante në dritën. Ku e shikoni fundin e Vjosa Osmanit, nga presidenca, nga nderimet, nga respekti? Jo, unë nëse zgaboj në emisionin tënd, po ta thënë se kaq është sa i përket fuqisë saj politike. Megjithatë duhet përsëri se ka qenë presidentja më e mirë, pas Rrugovës, gjithsesi po flas, edhe ato duke marrë parasysh situatën në të cilën veproi Rrugova. Pra ishin rrethanat e jashtëzakonshme. Për ndryshe ka që ka, nuk ka fuqi politike më shumë. Shkuarja apo kthyer në LDK ka shumë, si them kështu, vakume aty.
natyrisht, ajo, una? Bëri shumë kapërcime. Ashtu, pati shumë fjalë, edhe shumë fjalë të panevojshme janë përdor, kur u nda nga LDK-ja, prandaj ka shumë hatërmbajtje aty dhe nga vetë struktura e LDK-s. Megjithatë ajo do të zgjedhet më shumë i përçarë se sa i bashkoi. Ndoshta jo dhe përçarë se s'ka ngel aty kush mu përça më, është ajo struktura bërthama. Hikmete Bajrami që ishte zonja më e votuar e kaluara, tani e zbriti Abdixhiku poshtë në listë, shfaqje pak kënaqësi. Po, dakor, pak nësi po jo përçarje. Zonja Hikmete është në politikë një kohë të gjatë dhe besoj se është mësuesi ta menaxhojë inatin. Kështu që nuk pres diçka nga ajo, diçka të kështu që vlen të cekët. Megjithatë, unë pres qofsha i gabuar, pres që ky votim i 7 qershorit të jetë të shumtën nga strukturat e partive, nga tifozët, sepse është një grup i çuditshëm i veçantë. Në Kosovë janë tifozët e partive, nuk kanë kurfar interesin ndaj partive, nuk janë pjesë strukturave të partive, por bëjnë tifo, sidomos në rrjetet sociale janë kështu shumë të zëshëm. Arsyet janë të ndryshme, pse zgjedhin klubin, sepse i trajtojnë si klubet futbollit, parti në fjalë dhe bëjnë tifozllëk. Ashtu, pra ata do votojnë, por qytetarët e cilët nuk kanë interes të drejt për drejt, nuk janë pjesë të strukturave, që politikën e shikojnë më shtruar, një numër shumë i madh i tyre nuk do të votojnë, sepse me këtë diskurs kanë siç po thonë edhe vetë ata, s'kem kon ta votojnë. Pra këtë grup të votuesve në 2021, falni, zgjedhjet e 21-t, i mobilizoi Albini sepse taj shihni ndryshimin, freskinë e tjera. Më përpara i ka mobilizu Ibrahim Rugova, dhe tash sikur kanë ngel, mos tham kështu si pata legu, por kanë ngelur dhe besoj se nuk do të votojnë. Kështu që shohim kush e ka strukturën më të gjerë. Logjikisht partia në pushtet do duhet ta kishte strukturën më të madhe, sepse pushteti është më josh aktivistat, shihen këto aderimet e fundit në vendosje. Jashtë kësaj, unë besoj që këtë partitë do ta kalojnë pragu, sepse pragu do t'jetë i ulët. Këtë thash për shkak të AK-s, sepse herën e fundit AK-ja kishte vështirësi. Ka ndryshuar tani. Po tashti pragu do t'jetë më i ulët, që është matematikisht, logjikisht, nëse 200 vetë votojnë, 5% që është 10. Nëse 100 vetë votojnë, 5% që është 5, apo? Kështu pra që ullët. Sa përqindja jetë më e vogël e votuesve dhe pragu është më i vogël. Kjo është në pikat shkurta se çfarë po ndodh atje. Fatmirësisht nuk është se kemi pas në incident apo në zhvillim që mund të lidhet me zgjedhjet nga Veriu apo nga Serbia ndonjë ndërhyrje, ata kanë problemet e vete, protestat andaj që vazhdojnë. Përjashton në një rast sporadik si ai me maturantët, me flamurin e Serbisë. Ajo është një shembull tipik i hegemonizmit serb si vepron në Kosovë. Pra ata nuk i përdorin flamurit e tyre kombëtar, sepse Serbia i ka 2 flamuj, serbët realisht, ka flamurin kombëtar që trëngjyshin apo trobojka siç i thajnë ata, edhe kanë atë shtetnor në atë stemen. Dhe ata qëllimshëm e përdorin atë shtetnor.
Nuk është sikur kombi shqiptar që ne kemi një flamur i cili është zyrtarisht në përdorim edhe të shtetit shqiptar, te serbët këtë flamurin të cilin e përdorin në Kosovë qëllimshëm, bie fjala serbët e Kroacisë nuk guxojnë ta përdorin. Sepse ajo pastaj e përdorin atë kombëtar që ka. Dhe këtu unë po çuditem me Albinin i cili është njohës i mirë i këtyre gjërave, pse nuk ka reagua deri tashti, do t'i shërbente edhe kështu në të farë fuqizimin e imazhit të tij. Sepse po u pa këto 2 ditët apo 3 sa festuan në Maturanët, sepse në vazhdimsi rrjetet sociale po na i qesin disa rila tash ta japim përshtypjen që një javë kanë festu rregullisht me daulla atje, me ato trubat, muzikën e tyre që s'ka ku gjë të keq aty, por flamurin nuk e përdorin për të treguar identitetin e tyre kombëtar, por e përdorin qëllimshëm për treguar se ajo pjesë është Serbi. Madje edhe brohoritjet ishin Kosova është Serbi, e broçkullat e ngjashme të cilat ushqehen nga hegemonizmi serb apo ushqehen nga klika e Vučićit. Do ta shpëtoj medalja që morin kinë Vučićin se vetëm sa nuk qava tha. Nga emocion. Nuk besoj. Serbët, flas për inteligjencën serbe, intelektualët serb e din që Kinën nuk e kanë mike siç e kanë Rusinë. Me Kinën nuk i lidh asgjë. Bile më shumë neve shqiptarëve na lidh me Kinën sepse ishte Shqipëria ajo e cila kërkoi zyrtarisht që të ndrohet në vitin 71 Tajvani me Kinën në Këshillin e Sigurimit, pra Kina kontinentale, Kina e Mao Tse-tungut ta përfaqësoi popullin kinez e jo Kina e Tajvanit apo Republika e Kinës në Tajvan, Kina e Kuomintangve që janë kajshekut. Prandaj kjo Kina e kontinentale komuniste më shumë është mike me neve, na ka bërgj se sa që ka ndonjë marrëdhënie me veçantë me serb, gjërsa me Rusinë po e kanë den babaden. Rusia ishte shkaktare që Serbia i fitoi autonominë në atë kryengritjen e vitit 1804. Rusia ishte shkaktare që Serbia fitoi pavarësinë, pasi që e mposhti apo u fut në Stamboll me 1877 në luftën ruso-turke, e që ja i imponoi që të gjitha shtetet ortodokse të bëhen të pavarura, Rumania, Bullgaria, Malizi edhe Serbia. Prandaj me karshi Rusisë është e kuptueshme, por kjo me Kinën është maskaradë. E dinë edhe kinezët, e dinë edhe këta se për shkak se Kina është tashti fut, si themi kështu, në mod, është bë atraktive, por ashtu po. Por Serbia nuk është treg i madh krahasuar me Europën, nuk është treg kualitativ, se po të ishte në Zvicër atëherë mbase do të kishte një qasje tjetër, po edhe si treg edhe i vogël për ka numri, edhe jo kualitativ për ka të ardhurat. Prandaj e din shumë mirë serb që me Kinën është maskarad, gjërsa me Rusinë është marrëdhëniet janë më serioze, ka ndjenje aty nacionaliste e çfarë jo. Me që jemi në Serbi të mbedhemi aty brenda Skaj, ku janë edhe shqiptarë në Lugin, kishim një delegacion amerikan që erdhi për të vizituar për të parë gjendjen, kushtet pas vizimin e adresave, shqetësimeve të shqiptarëve aty. Mendoni që do të ndryshojë diçka, apo edhe vetë fakti që shkretari e parlamentit Brnabić u mbylli derën që nuk i priti, do të thotë që nuk do ndryshojë asgjë, pavarësisht
rezolutave apo kërkesave që mund të vinë thirrjeve nga Shtetet e Bashkuara, nga Kongresi apo më lart. Po kështu bënin edhe vitet 90-ta kur vinin senatorët, kongresmenët amerikanë në Kosovë, atëherë ata si të pionët e Miloševićit silleshin si kjo Brnabić. Bëheshin më interesant se që janë. Ja, unë mendoj po simbolikës që pati shkuarja e senatore, kongresmenëve amerikanë në Lugin, nuk ka diçka tjetër sepse SBA-ja është shumë e njohur me situatën në Lugin. Njeriu që e udhëheqi lobin shqiptar në Amerikë, Gjim Gjema ishte nga Lugina vet, që ka qenë legjende lobit shqiptar, gjithë shqiptar në SBA. Prandaj nuk është se kanë mësu diçka të re politikanët amerikanë, por prezenca e tyre atje ka domethënie shumë të madhe. Edhe kjo duhet vlerësuar. Edhe kjo sigurisht është një presion, them presion për, apo them kështu një mbështetje për opozitën e cila, një infuzion për opozitën e cila pastaj mund ta përdorë në këtë betejën politike kundër Vučićit. Zoti Tali, për protestën e shqiptarëve, studentëve në Maqedoninë e Veriut, këtë javë ishte mjaft e fortë një deklaratë e zëvendësë kryeministit shqiptar nga krau i Vlenit, Bekim Sali, i cili tha që studentët nga Shqipëria dhe Kosova erdhën në Maqedoninë e Veriut për të destabilizuar atë dheun tonë. E fortë. Shumë. Ne kemi një thënie, për çkajt i mençmi marrohet, budalla krenohet. S'di si ta komentoj ndryshe. Për çkajt, për asaj që i mençuri marrohet, turprohet, budalla i krenohet. Është ta jep një deklaratë të tillë, një figurë politike e një partije apo një koalicioni në pushtet, është budallallëk. Sido që të jetë mirë është që partitë politike në Maqedoni, BDI-ja me Vlenin, ngatrohen mes vete për këto gjëra, sepse këto do të prodhojnë herdo kur do një rezultat, pra për të drejtat e shqiptarëve, për të drejtat elementare po flasim, siç është gjuha, përdorimi i gjuhës, sesa kur ngatroheshin për korrupsion, për tendere. Pra më mirë të zihen për çështjen e gjuhës. Absolutisht, për të gjitha, po, do dalë diçka, por nuk ka zgjidhje tjetër pos të dalë diçka pozitive nga këto presionet që i bëhen qoftë nga intelektualët shqiptar në Maqedoni, nga intelektualët shqiptar të jashtë Maqedonisë, qofshin ata në Shqipëri ose në Kosovë, nga studentët. Pra, ky presion mbi politikanët shqiptar të Maqedonisë natyrisht se jep rezultat. Dhe ta mbyllim me situatën globale, gjeopolitike, javën e parë ne ishim edhe gjatë bisedës që po zhvillonim, sipas mediave ndërkombëtare, shumë pranë një marrëveshje SBA-Iran, që sigurisht edhe atëherë ndodhi një prapaktheu, edhe nuk u arrit. Ashtu po flitet edhe në 2 ditët e fundit, akoma s'ka diçka konkrete. Duket sikur Irani po negocion kushte të tjera, tani në një pozitë më të fuqishme. Por nuk është harruar, është rikthyer në vëmendje edhe ajo që po ndodhet në Ukrainë, pasi Putini, Moska, pra Kremlini ka bërë paralajmërime duke kërkuar edhe largimin e ambasadave për faqësive diplomatike të shumë vendeve nga aty për shkak ndoshta të një agresioni më të fortë drejt Kievit, përfshirë edhe ambasadën në trupin diplomatik të Shqipërisë, sigurisht Shqipëria nuk e pranoi. Pra jemi përpara një inkursioni të ri në Moskë, në Ukrainë.
ma tregoj një miki imi, për shkak se s'po kam kohë ti përcjelli gjitha debatet në Kosovë, por një analist atje, këta islamistët sidomos janë në modë atje, po edhe në Shqipëri londineze. Kur ishte sulmi i fundit i Shebas në Iran, ishte para 2 ditë, nëse s'ka bëj, 2 ditë apo 3, ashtu diçka. Po atë ditë në televizion, një orë pasi që kishte ndodhë sulmi amerikan në anijet iraniane, ai analisti në televizion kishte thënë se Shebaja nuk mund ju ka shpenzu municioni, armatimi, nuk ka se si të luftoj me Iranin, Irani është fitues e tjera tjera. Çfarë desha të them me këtë? Kjo tema e Iranit është shumë aktuale tek ne shqiptarët edhe për shkak se po insistohet nga islamistët. Nga ana tjetër, të paktën në Kosovë, islamistët nuk janë në gjendje të aprodhojnë një parti politike. Domethënë, kjo partia e Ferit Aganit, partia drejtësisë, e cila ka ngjyra islamiste, asnjëherë nuk ka mund ta kaloj pragun. Gjithmonë ka qenë pjesë e qoftë e njërës parti apo tjetrës në koalicione. Nga ana tjetër, edhe kjo partia e këtij vehabistit, po tash nuk është vahabist, ka fillu edhe mustaqet një rrit nga peja, Gzim Kelmendi, ai pa t'i kaluar edhe më keq me partinë e tij. Nga ana tjetër, unë s'di pse këto media tona aq shumë ju japin hapësirë këtij njerëz. Pse e them këtë? Sepse Irani si kosovar tash, nuk dua të bëj dallimet mes Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë, po megjithatë, Irani neve nuk na pranon. Domethënë, Irani don Kosovën nën Serbi, don Kosovën të jetë, shqiptarët e Kosovës të jenë të diskriminuar nën Serbi. Pse unë duhet të kem keqardhje për Irani, çfarë ndodh atje? Nëse Irani don që familja ime kthehet në thundrën e Serbisë, pse unë do duhet të kem ndjenja ndaj Iranit. Për më tepër kur është në luftë me një alat apo me me tutorin e shtetit tim, ai që mbon një shtet, e Shëban. I thash këto për t'regu kështu se jam në anën e Amerikanëve, pa marrë parasysh çfarë ndodh atje. Por kemi edhe një diçka tjetër, në Shëba janë zgjedhjet për kongres, zgjedhjet për kuvend, apo? Edhe Trumpi është në si thuaç ciklet, për shkak se demokratët janë ka përdorin shumë luftën e Iranit, ashtu siç e përdori edhe Trumpi gjendjen shëndetësore të Bidenit. Gjatë fushatës së tij që është normale në këto fushatat partijake. Nga ana tjetër, Irani nuk e ka mullahët nuk e kanë atë siklet, nuk e kanë sikletin e votës. Dhe tashti do ta përdorin këtë siklet të Trumpit në këto negociata, veç kanë fillu. Pra, Trumpit është ka i ngutët për ta gjetë një zgjidhje në favor të tij, të cilën mund ai ta shes atje tek elektorati i tij, gjërsa iranianët janë të vetëdijshëm se çdo shtyrje shkon në dëm të Trumpit. Dhe pastaj marrëveshja do të jetë më e butë apo në favor të tyre. Pra, kemë të bëjmë me një politikë jo strategjike, por taktike. Dhe natyrisht se kjo ky problem nuk do të zgjidhet as tashti, sepse zgjedhjet megjithatë do të bëhen në nëntor, e çka pastaj pas nëntorit. Prandaj shumë analistë presin që kjo luftë e ftoftë apo kjo situatë tashme
as luftë e as paqe, të vazhdoj derisa njëra palë të lëshoj pe. Është nëse e qartë që Trumpi nuk mund të lëshoj pe, sepse pastaj ajo do t'i përdoret edhe më keq në këtë fushat, në stilin se veç na futen luftë dhe humbe, plus na shkaktove inflacionin, e tjera, pra të gjitha këto të cilat opozita demokratika që do t'i përdor. Sa i përket Ukrainës, Ukraina të shtimi këtë generalin Budanov, ky i shërbimeve sekrete Ukrainase, ky që i organizoi ato sulmet në Rusin brenda atje, siç po i thojnë sulmeve terroriste ku u vran generalet rus shumë të afërt me Putinin. Është një shaj se Ukraina është stabilizu nga ato goditjet që i mori nga Trumpi, nuk i ke karta, si që i tha Trumpi Zelenskit. Prodhimi i dronëve është në rritje sipër, si vjetë synojnë t'i prodhojnë dikun 8 milion dronë, do më thonë 8 milion ushtarë. Pastaj kjo ndihma 90 miliard që do t'i jetësohet, ndihma e Unionit Evropian, dhe lufta në Iran, sikur e ka goditur edhe më shumë Rusin atje, për shkak se sa ishte Irani në kushte normale e furnizonte me shahid. Pra të shohim deri kur Putini do të mbijetoj. Javën e kaluar ishte këtë javë sikur pak u hesht. Javën e kaluar ishte temë e diskutimeve, temë e kolumneve në mediat britanike, mundësia e atentatit ndaj Putinit, se si ai po i pengon internetin, rrjetet sociale, se si i ka minimizu daljet në publik, se si e ka rritur sigurinë rreth vetet me truproje. Gjitha këto indikacione që ai është në presion të ekzistencës së tij fizike, dyshon në konspiracione të ndryshme, zate në Rusi vrasja e liderëve është e zakonshme, sa herë që lideri të humb, ai vritet. Kështu i ka ndodhur të gjithë liderëve rus, të cilët qofshin ata si car, se Rusia nuk ishte mbret, nuk ishte kralj, po kishte Cezar. Për faktin se gjithmonë vetën Rusia e trajtoi si pasardhëse të peranderisë romake lindore. Andaj edhe sulmet ndaj për synim kishin gjithmonë ta çlironin Konstantinopolën, prandaj ishin ato luftat ruso-turke të shpeshta. Pra nga Aleksandri II, ai çliruesi, Oslobotit, siç e quajnë personi pra që Rusin zyrtarisht apo me ligj e hoqi nga feudalizmi me atë ligjin të cilin javë dha lirin fshatarëve, 1861, edhe atë e vrajtën, i vrajtën Romaninovët, pastaj të gjithë me radhë ata të cilët e humbën fuqinë, qoftë ai Trotski, qoftë ai Beria, po cili do.
Prandaj Putini e di shumë mirë se në traditën ruse është derisa të jesh car, ti do të respektohesh, po pastaj edhe ta heqim kokën siç ja kemi heq të gjithëve. Kjo brenga është sikur thësht ti ja dikton edhe jetën sepse është izoluar, gjithnjë po flas nga mediat britanike, siç e po të tizojnë, është mbyllur, është izoluar tërësisht. Dhe kjo është pozitive për sidomos për neve Kosovën, sepse sikur të ishte Rusia në vitin 1999, Rusia siç ishte Rusia Putinit të zënë në vitin 2010 apo 2015, nuk do të kishte bombardim të Serbisë, nuk do të kishte UÇK, do të ishte shumë minore. Prandaj është shumë e rëndësishme që Rusia përsëri të dobësohet, ashtu siç ishte në fillim viteve 90-ta, për që të mos na pengojë neve për tu antarësuar në OKB. Edhe duke përfituar madje nga momenti I tanishëm që Kosova të futet sa më shpejt edhe në Këshillin e Evropës, që duke qenë se Rusia s'është aty. Absolut. S'është aty, po ka influencë. Sigurisht satelitët gjithmonë aty. Të falenderoj shumë për pyetjen. Edhe shpresoj të shihemi javës tjetër, jemi 1 ditë para zgjedhjeve për të komentuar edhe procesin zgjedhor dhe zhvillimet e kësaj jave që sigurisht thatë ju do të jenë të rregullshme sepse është fjala e fundit përpara se të shkojnë në kutitë e votimit. Të falenderoj shumë Tali për analizën globale. Ishte kënaqësi, shihemi javën e ardhshme.